Unë tani po përgatis një kek me kakao. Ma kanë kërku fëmijët dhe deshin një kek tani. Na duhen 2 vezë, gjysë gote sheqer, gjysë gote qumësht, 50 gram vaj, 1 lugë kakao, vanile lëng, 150-200 gram miell, lur për pjekje. Kjo na duhet. Ja tani do vazhdojmë nga puna. U dha 2 vezët edhe sheqerin edhe do t'i rrah një sa bëhet e një trajqme. Vezët i rraha me sheqerin, tani do hedh qumshtin edhe vajnë. Edhe do t'i rrah dhe këto prap. Tani do hudh dhe kakaon. Do hudh edhe vanilen. Tani do hudh dhe miellin edhe plurin pjekës. Tame do t'a li me pak vaj. Edhe do t'a hedhi këtu tani këtë. Tani do t'a fus në furrë me 180 gradë për 25 minuta. Ja dhe keku doli shumë i mirë, i butë.